Dhuna ndaj grave. Dhuna ndaj grave është një problem global që ka ndikim të thellë dhe të qëndrueshëm në individet dhe shoqëritë. Ky fenomen ka qenë prezent për shekuj me radhë dhe edhe pse shumë shtete kanë ndërmarrë hapa të mëdhenj për të luftuar këtë dukuri, ende mbetet si një sfidë e madhe për shoqërinë. Llojet e dhunës ndaj grave. Dhuna fizike. Kjo përfshin sulmet fizike të drejtpërdrejta, si rrahje, shtypje, goditje apo përdorimi i forcës për të kontrolluar gruan. Dhuna fizike mund të lë pasoja të dukshme si brinjë të thyer, lëndime të tjera trupore apo shenja të dukshme të traumës. Dhuna psikologjike dhe emocionale. Ky lloj dhune është më shpesh i padukshëm, por është gjithashtu shkatërues për viktimën. Ajo mund të përfshi fyerje, ofendime, kërcënime, shantazhe emocionale dhe përpjekje për të kontrolluar mendimet dhe veprimet e gruas. Dhuna psikologjike ndikon rënd në vetëvlerësimin dhe mirëqenien mendore të viktimës, duke bërë atë të besojë se nuk ka mundësi të arrijë shpëtim ose mbështetje. Dhuna seksuale. Ky lloj dhune përfshin çdo akt seksual që imponohet ndaj gruas pa pëlqimin e saj. Mund të ndodhë brenda marrëdhënieve martësore apo jashtë tyre dhe shpesh është një formë shumë e dhimbshme dhe e degradueshme e abuzimit. Dhuna ekonomike. Kjo përfshin marrjen e kontrollit mbi financat e gruas, duke i kufizuar mundësitë e saj për të pasur akses në burime financiare dhe për të marrë vendime për jetën e saj. Përdorimi i këtij lloji dhune ndihmon agresorin të mbajë një kontroll të plotë mbi viktimen, duke penguar atë të marrë hapa për të dalë nga një situatë e abuzimit. Pasojat e dhunës ndaj grave. Dhuna ndaj grave ka pasoja shumë të mëdha për shëndetin mendor dhe fizik të individëve. Ajo mund të çojë në trauma fizike. Si pasojë e dhunës fizike, gratë mund të përjetojnë lëndime të rënda, që mund të kërkojnë trajtim mjekësor të menjëhershëm ose të përhershëm. Këto lëndime mund të përfshin thyrje kockash, lëndime të organeve të brendshme, plagë të hapura dhe dëmtime të tjera që mund të lënë pasoja të përhershme. Pikpamje të ndëmtuara për veten. Dhuna psikologjike mund të shkatërrojë vetëvlerësimin dhe besimin e vetvete. Viktimat e dhunës shpesh ndihen të pavlerë dhe pa aftë për të dalë nga situata dhe të izoluara nga shoqëria. Ata mund të zhvillojnë çrregullime të tilla si ankthi, depresioni dhe post-traumatic stress, PTSD. Rrezik për shëndetin mendor dhe fizik. Gratë që përjetojnë dhunë janë më të rrezikuara për sëmundje të tilla, si sëmundje kardiovaskulare, probleme me presionin e gjakut dhe çrregullime të tjera të shëndetit që lidhen me stresin afatgjat. Përveç kësaj, ato janë më të prirura të zhvillojnë varësi nga alkooli, droga ose medikamente të tjera, si një formë e vetmjekimit. Vështirësi në krijimin e marrëdhënieve të shëndetshme. Pasi përjetojnë dhunë, gratë mund të kenë vështirësi në ndërtimin e marrëdhënieve të shëndetshme në të ardhmen. Ato mund të kenë frikë të besojnë tek njerëzit ose mund të vuajnë nga mungesa besimi dhe frika e përsëritjes së abuzimit. Faktorët që kontribuojnë në dhunën ndaj grave janë normat shoqërore dhe kulturore. Në disa shoqëri, ndjenja e superioritetit të burrave dhe nënshtrimi grave është i rrënjosur në traditat dhe normat shoqërore. Kjo mund të krijojë një ambient ku dhuna ndaj grave nuk njihet si një problem serioz dhe trajtohet si diçka e zakonshme. Mungesa e burimeve dhe mbështetjes. Në shumë raste, gratë që janë viktima të dhunës mund të ndihen të bllokuara dhe pa mundësi për të shpëtuar nga situata e tyre. Mungesa e shërbimeve mbështetëse, si strehimoret, grupet mbështetëse dhe mbrojtja ligjore është një pengesë e madhe për ato që kërkojnë ndihmë. Përvojat e mëparshme të dhunës. Shpesh individet që kanë përjetuar dhunë si fëmijë ose në marrëdhënie të kaluara janë më të prirur për të toleruar dhunën dhe për të futur në cikël të ngjajshëm dhune. Kjo mund të ndodhë për shkak të normalizimit të dhunës si një pjesë e natyrshme e marrëdhënieve. Masat dhe veprimet për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave. Edukimi dhe ndërgjegjësimi. Është thelbësore që shoqëria të kuptojë pasojat e dhunës ndaj grave dhe të edukojë të rinjt për të respektuar të drejtat e gruas. Fushatat të ndërgjegjësimit mund të luajnë një rol të rëndësishëm në luftimin e stereotipeve dhe normave shoqërore që mbështesin dhunën.
Mbrojtja ligjore dhe politikat e mbështetjes. Shtetet duhet të krijojnë dhe të zbatojnë ligje që mbrojnë gratë nga dhuna, përfshirë dënimin e agresorëve dhe sigurimin e strehimores dhe shërbimeve mbështetëse për viktimat. Mbështetje për viktimat, krijimi i qendrave të mbështetjes, linjave të nxehta dhe ofrimi i shërbimeve mjekësore dhe ligjore për viktimat e dhunës janë hapësira të rëndësishme për të ndihmuar grave që të dalin nga një situatë abuzuese. Përfshirja e shoqërisë civile. Organizatat e shoqërisë civile dhe aktivistët kanë një rol të rëndësishëm në luftimin e dhunës ndaj grave, duke ofruar mbështetje dhe duke lobuar për ndryshime ligjore dhe shoqërore. Dhuna ndaj grave është një problem që kërkon angazhimin e të gjithëve për ta luftuar. Ajo është një shkelje të drejtave të njerëzit dhe ka pasoja të thella për individet dhe shoqërinë. Megjithatë, me ndërgjegjësim më të madh, mbështetje të vazhdueshme dhe reforma të vazhdueshme ligjore dhe shoqërore, mund të krijojmë një botë ku gratë jetojnë pa frikë dhe abuzim.